E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për t'i dhënë vëmendje raportit të Gimbos edhe Selinës. Natën e mbrëmshme gjatë Prime-it u shfaq një video ku Selina fliste me Mirin duke shprehur ndjesi për Mirin dhe fliste me Gimbon duke shprehur ndjesi për Gimbon. Një diçka që në fakt e vuri Selinën në një trekëndësh që nuk mundeshte të jep përgjigje. Pyetja që u drejtua drejt opinionistëve ishte që pse Miri nuk largohet nga Selina duke patur gjithatë informacion nga babai i Selinës, do me thënë vllau i madh i mundësoi Mirit që të kupton të vërtetën, do me thënë të kupton realitetin se çfarë është të folur për të jashtë. Miri e dëgjoi, ishte shumë skeptik atë natë dhe ishte shumë i prerë që do të largohej nga ky kombinimi. Përsëri me shpresën që Miri do me thënë të merrte forcën dhe t'i thonte unë largohem, por Miri nuk e bëri. Miri u afrua më shumë, Miri qëndroi më shumë me Selinën, edhe pse Selina gjatë asaj jave ka patur fokusin dhe vëmendjen më shumë te Gimbo. Tani, nëse Arbëri tha që Selina dhe Miri mund të kenë krijuar një ndjesi për veten e tyre, unë them se në qoftë se Selina do të kishte krijuar ndjesi për Mirin, do të thënë do kishte emocione, do kishte ndjenja, ajo në asnjë mënyrë nuk do të afrohej me Gimbon, por do të qëndronte besnike ndjenjes së saj. Unë mendoj që Selina e ka një frikë të vetme. Në qoftë se largohet nga Miri dhe mbaron telenovela e krevatit, Selina pikërisht në atë moment e mendon që e ka lojën e saj të humbur dhe është e mbaruar. Dhe nuk ka më se si të lufton brenda asaj shtëpie, sepse pikërisht marrëdhënia me Mirin dhe marrëdhënia me krevatin Selinën e nxjerrën në Prime. Domethënë unë e shoh Selinën shumë të menduar dhe gjatë gjithë kohës mendon se çfarë të bën në Prime-in e radhës. Në anën tjetër, kemi DJ Gimbon që në fakt ja ka shprehur emocionet, ja ka shprehur ndjenjat dhe ja ka thënë troç. Dhe gjatë kohës bisedës që po bënin të dy së bashku natën e mbrëmshme në verandë, Selina dhe Gimbo, teksa Miri qëndronte tek pjesa e koltuqeve dhe i dëgjonte me vëmendje, Selini thonte Gimbos që do të vjen momenti që do ta kuptosh se unë vërtet nuk e kam pasur këtë gjën për të nënçmuar ose ofenduar ty, por thjesht kam patur një presion të madh nga ana e Mirit sepse ma kërkonte gjën me se s'bën. Domethënë Selina është duke mbajtur dy meshkuj brenda shtëpisë. Mirin e mban sepse Miri unë e kam thënë gjithmonë më keni akuzuar, nuk është ashtu. Unë tek Miri shoh ndjenja. Nuk e shoh në raportin e shoqes, nuk e shoh marrëdhënien me Selinën në raportin e vajzës, nuk e shoh marrëdhënien me Selinën në raportin e një babai që thot Miri. Unë e shoh në raportin e një djalit që është i dashuruar deri në palc dhe dëshiron që të kalon momentet më të mira me këtë vajzën. Nuk shohun këtu raport baba dhe vajzë. Jo, është një djalë i dashuruar që trëmbet nga mentaliteti, trëmbet nga pjesa e jashtme, nuk dëshiron ta lëndon të bien edhe pse vajza e Mirit, më vjen shumë keq që po e them, por e tregoi që është shumë e lënduar dhe shumë e prekur nga veprimet që ka bërë babi i saj brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe pikërisht në këtë moment, domethënë, Miri tani është në mëdyshje të afrohem me Selinën më shumë, por unë nuk mund të largohem nga Selina sepse unë e ndjej Selinën, por deri diku një argumentova vajzës time se nuk është ashtu, por brenda në shpirtun e kam ndryshe, sepse ai zotri i cili ka një lloj pëlqyeshmërie për shembull në këndin e babait për një vajzë, nuk mund të bëhet xhelos në asnjë mënyrë, ndërsa Miri bëhet xhelos. Teksa DJ Gimbo u lëndua pafund sepse në dhomën e rrëfimit DJ Gimbo ka thënë fjalë të tjera për Selinën që e ndjen. Tani në një bisedë që kanë bërë sot, Greta i ka thënë opinionin e saj Gimbos se si mund të vijon raporti mes Selinës dhe me Gimbos. Sipas saj, mes tyre nuk do të ketë kurrë një histori brenda shtëpisë së Big Brotherit, pasi do të prishte marrëdhënien e Selinës me Mirin. Tashi Greta i thot, ajo ri me ty ka një kimi të mirë, ama thjesht nuk do të ketë kurrë asgjë me ty, mendoj thot unë këtu brenda. Thjesht do ta mbaj kështu si një shoqëri që edhe do të flitet dhe i konvenon, po dhe të ka shumë xhan. Domethënë, nuk do të lidhet me ty sepse shkatrimi i raportit me Mirin do të krijojë shumë situata, Selina ndoshta e mendon ndryshe, dhe tani me Gimbon e mban gjëra tërhiqe penin e mos e kput. Gimbo i thot ashtu,
Dhe Greta i thot, të ta them troç se e kam këtë mendim. Dhe sipas meje nuk do të ketë kur histori me ty, ta them troç fare. Se do i prishet edhe marrëdhënia e saj me Mirin. Do ikin fansat që kanë të përbashkët, do i prishet një lloj loje, strategji që ka krijuar deri më tani dhe nuk mund të lozi me dy porta. Normalisht je i treti ti, i bie që kjo gjë nuk i dihet, por unë thot mendoj që nuk do ketë. Unë mendoj që Selin është duke përgatitur vendin që në qoftë se Miri do të largohet, ajo bën matematikën, thot unë kam DJ Gimbon.